Detajet të reja trondice janë zbardhur në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga i pandeuri Enrik Hoxha, i përfshirë në dosjen e njohur si Plumbi Art. Gjatë dëshmisë së tij, ai ka treguar mënyrën se sipas tij organizoheshin atentatet me pagesë dhe si përzgjidheshin persona të ndryshëm. Hoxha i deklaroi se Nurettin Dumani kishte ofruar 100.000 euro për vrasjen e biznesmenit Lulzi Masha dhe 150.000 euro për ekzekutimin e djalit të tij. Sipas tij, objektivi fillestar ishte djali, po për shkak se nuk po lokalizohej, grupi kishte menduar të godiste fillimisht baban dhe më pas gjatë ceremonisë mortore të kryente edhe atentatin ndaj të birit. Ai rrëfeu se arma për sulm ishte siguruar nga Aleksandr Baho, i njohur si Sakati, ndërsa ekzekutimin do ta kryente një person i quajtur Skerti, por atentati nuk u realizua pasi arma sipas dëshmisë u bllokua në momentin vendimtar. Hoxha i tha se gjatë gjithë kohës ndiqte komunikimet e policisë përmes radios për të kuptuar lëvizjet e forcave të rendit. Në vim të dëshmisë ai foli edhe për plane të tjera kriminale, mes tyre edhe për vrasjen e Kilës. Sipas Hoxhait, kjo ide u la pasi Kila u arrestua. Ai pretendoi se Dumani dyshonte se Kila strehonte Talo Çelën dhe për këtë arsye ishte vendosur në shënjestër. Hoxha i tregoi gjithashtu për episodin e plagosjes së Nurettin Dumanit. Sipas tij, ditën e ngjarjes ndodhej në Elbasan, ndërsa Dumani në Peshin. Pas një telefonate ku ishte thënë se ishte qelluar, ai shkoi ta merrte dhe e transportoi drejt Fierit, ku sipas dëshmisë u thirrën dy mjek për ta trajtuar në kushte shtëpie. Ai shtoi se ndërsa ndodheshin në Fier, forcat e policisë mbërritën në vend ngjarje. Në fund të dëshmisë, Hoxha i akuzoi Dumanin se kishte bashkëpunuar me autoritetet dhe sipas tij i kishte shitur të gjithë. Dëshmia e tij pritet të jetë një nga elementet kyç në procesin gjyqësor të dosjes Plumbi Art, ku hetohet një sër ngjarjesh të rënda kriminale dhe atentate të ndryshme me pagesë.